Nëse do isha regjisore, cilin do merre si aktor kryesor për një film aksion, Safet Bajrin apo Ibrahim Licin? Asnjërin as tjetrin. Mendoj që bota e krimit organizuar ka mendje më gjenjale. Për shembull? Po e kam thënë, për shembull, një ndër mendjet gjenjale të botës krimit është Aldo Bare. Çfarë bën atë ndryshe nga të tjerë? Ja ta them unë çfarë bën atë. Ai ngriti një shtet paralel. Ngriti një komisariat paralel me komisariatin e policisë. Pra, ishte shteti dhe antishteti. Dhe njëri që shkon deri aty sa ka dhe shtet dhe antishtet, edhe ky antishteti është më i fortë shpeshherë. Dhe për fat keq nuk kurseu, do të thonë një kriminal me një mendje të jashtëzakonshme për të shkatruar gjithçka. Mendoj që është absolutisht, imagjinoni se si e ka ndërtuar njëri që kur unë e kam parë për herë të parë në sallën e gjyqit, një burr i shkurtër, por që arriti të vinte në terror një qytet dhe një Shqipëri të tërë. Edhe për më tepër nga Lushnja. Edhe për më tepër nga Lushnja. Që ka ca se kam pasur këngë shumë interesante pjesë të statuseve të fëmija prandaj. Sa herë kam patur një operator nga Lushnja, nuk jam autorizuar t'ja them emrin, po ai e di nëse do ta dëgjoj këtë intervistë, dhe sa herë fillonte edhe ngrinte zërin dhe unë i këndoja një dy vargje interesante, o po bërë di Gjermani plot me topa të mëdha, u futa në kallamishte, shqyqyr Zoti që s'më pa. Dhe sa herë ngrinte zërin, unë ja këndoja këtë dhe zgjidhe çështja, do më fillonte punën.